bekon vetëm Allahut Madhëreshëm, salavatet mbi dërgumin e Allahut Muhammedin a.s. Mbi shokët e tij, mbi familjen e tij, dhe ata që e pasojnë më të mirë deri ditën e Kiametit. Do të flasim për fillimin e udhëzimit dhe fundin. Ky udhëzim që Allahu xhalla xhelalu na i ka falë dhe na i ka dhënë është një dhuratë shumë e madhe që realisht asnjëri prej neve realitetin e udhëzimit dhe vlerën e asaj nuk ka mundësi në dunja me kuptu. Njeriu kupton një vlerë që e ka ditën që e humb apo ditën që e fiton, Allahu na mundësof xhenetin. Kur njeriu të mbet në xhenet, atë do ta kupton realitetin e udhëzimit. Tash nëse kthehemi te burimi i udhëzimit në Islam, ai është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra jërasisht Allahu e ka udhëzuar si yrnek edhe njeri prej gjakut, prej mishit, prej zemrës, sikur neve krejt, sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ky udhëzim i Muhamedit alayhi salatu wassalam vazhdoi te sahabët, vazhduan, derisa vjen një ditë edhe zbehet, apo? Vjen një ditë zbehet. Tash hoxhallahu i Muhamedit alayhi salatu wassalam, dituria ati udhëzimit që Allahu ja ka dhënë zbehet. Pse po flas tash në këtë muaj të ndershëm për udhëzimin? Sepse maja kryesore e udhëzimit ton është Ramazani. Në këtë muaj Allahu subhanahu wa taala na dhuron largpamësi, në i hap drejtarët, në i hap vizionin, në i hap shumë prej udhëzimeve që jashtë Ramazanit edhe vështirë kime me i gjetë. Prandaj është rëndësi me e kuptu se kjo udhëzim është që na çon te Allahu xhelle xhelalu. Kjo udhëzim, këtë udhëzim duhet me e rujt dhe duhet me e shtu për çdo ditë, duke shku ka Zoti jon subhanahu wa taala, duke u afru ka vdekja me qenë musliman më i mirë. Me na drejtu Allahu subhanahu wa taala dhe duhet me i fol shpirtit. Këto do t'i përmendim disa prej rregullave që i ka përmend një nxans i Ibn Taymiyes rahimahullah në kohën e vet, prej dietarëve më të mëdhej që ka lavdruar Ibn Taymiyes vet, quhet Sheikhul Hazzamiyin. Ndoshta se keni dëgjuar si emër. Sheikhul Hazzamiyin e ka shkruar një libër se si arrihet te Allah. Dhe ka fol për majën e udhëzimit, për kuptimet e majës së udhëzimit. Mos harrojmë se të gjitha këto emrat që i përdorim, për shembull emri hoç, dietar, thirs, musliman, mu'min, emrat e fesë islame kanë të bëjnë me udhëzimin. Koka e udhëzimit në Islam është Rasulullah alayhi salatu wasallam. Prandaj udhëzimi merret për ati. Udhëzimi i vërtet merret për ati. Pastaj vjen Abu Bakr as-Siddiku, pastaj vjen Omeri, Uthmani, Ali, kështu sahabët deri në fund. Këta njerëz që kanë pas një udhëzim të cilin e kanë marrë direkt live nga pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe kjo është mënyra më e mirë e mësimit. Direkt mësu. Neve Allahu s'e ka mësuar. Ne mësu direkt. Alhamdulillah kena librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit. Tash, ky sunet apo para ky libri i Allahut, sa na e kuptojnë origjinal sikur që e kanë kuptuar ata. Prandaj ka thonë këtu al-asl al-awwal, baza e parë, sihhatu al-i'tiqadi fi jami'i ma jaa an Allahi wa rasulih. Dhe besojmë, të kemi bindjen atë që ka qenë në akide, ta kemi akiden për gjithë çka ka ardhur nga Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ta besojmë pastërt. Dhe pastaj përmend tu sahabët, tabiin dhe i përmend imam të muslimanëve. Ky hoxha ka qenë me dhëbin e Imam Shafiut, prandaj ka përmend parë, ka thonë kel imam al-a'zam al-Shafi'i. Ta kemi besimin e Imam Shafiut, pastaj ka përmend Malikun, pastaj Abu Hanifa rahimahullah, wa atba'ihim dhakta dietar. Pse i përmendin këto? I përmendin se këta janë më të njohurit të cilët e kanë rujt udhëzimin që ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasallam. Sepse është një fjalë e njohur në kohën e studit atë që e quajmë na devalvim. Gjithçka ka devalvu, ka ndryshuar sot. Ne jetojmë në kohën e ndryshimit.
Prandaj kujdesi du të qenë shumë i madh që mos me ndru këtë udhëzim. Dhe mos me ndru këto kuptime, se këto ndrojnë. Dhe shohim se pasi që kanë shkuar ata njerëz që Allahu xhalla xhelalu ka zgjedhur me kuptim, kanë ardhur tjerë që kanë ndru kuptimin. A ka pas mesin këtyra xhallat? Po, vëllazër, ka pas. A ka pas njerëz që kanë lexuar hafazllar të Kuranit? Po, vëllazër, hafazllar. A ka pas për tyre që edhe hadithe kanë ditë? Po, vëllazër, ka pas edhe me hadithe që kanë ditë. Dhe kanë ndru. Kanë ndru nga udhëzimi. Prandaj dietarët islam kanë përmend rregulla edhe usule se si shkohet dhe si me i rujt këto kuptime të cilat kanë ardhur prej Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. E tash muaj Ramazanit, nëse nuk është momenti apo namazi natës, ligjëratat që janë, ndjenjën që e ke, afërsinë me Allahun këtë muaj që e kemi, nëse nuk janë momentet për ta shiu pak, sado pak, këtë udhëzim nga Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, cila do të jetë. Prandaj fillimisht, krejt çështjet lidhen me akide, këtu në zemër. Këtu në zemër, na kemi prej veprave të zemrës, të cilat nëse nuk i rregullojna, nuk kena mundësi me kuptu fen. Pasha Allahu, nëse nuk i rregullojmë disa çështje të zemrës, nuk kena mundësi me kuptu fen. Shembull, ajo më të cilën ka ardhur Muhamedi alayhis salam prej akidës, ka qenë përhapja e dashurisë së vllaut musliman dhe koqësisë. Dhe të afërmve, me i dashur sikur vetja. Një fjalë që shumë lehtë është me e thonë, ama sa vështirë me bë. Te sahabët radhiyallahu anhum, mendoj që ata si gjenerat, si grup, kanë arrit kulmin e kësaj. Një dasht vllau tan të mirën. Kjo është pjesa e akidës. Unë nuk e di, domethënë shumë pak folet në kohën tonë që shumë në kohën tonë është e njohur me fol akide rububie, asma wa sifat, negacionet e islamit këto, për akidës i njohim. Po kjo mja dasht keqen vllau ta. Çka kjo? Kjo asë prish akidën. Me pas zili muslimani, zili me pas. Që vllau jote ka një dhënti, Allah e ka dhënë, Zoti na lut me pas zili natë. Me pas inat. Me shpresu Allahu mja hupa ti. Kjo në akide çka quhet? E ka akidën tamam kjo vllai? Vallahi se ka tamam. Vallahi ki person se ka akidën tamam. Madje ki Allahu mësinje. Ky person i cili ka zili një vllau të vetin musliman, e ka inati dhe dëshiron Allahu mja azhdu ka dhunti, ky person Allahu mësinje. Ky person e lufton Allahu. Prandaj librin apo këto parime që përmendim, apo këtë hoxh që përmendim, Sheikhul Hazamin, Ibn Taymija rahimahullah, ngati se të gjithë nxënësat që i ka pas specializuar në një lëmi apo dy. Ky hoxha ka qenë i specializuar në lëmin e zemrës. Prandaj nuk ka mundësi me kuptu në Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Nuk ka mundësi dikush me ne komentu fjalët e Allahut, koment me dhon, fjalët e Allahut, ndërsa ai për shembull e urrejn vllaun e vet. Nuk jep Allahu, nuk i adhuron kuptimin atij. Ai s'ka mundësi me ditë. Ai ka mundësi me pas informata. Informata mundet edhe ChatGPT ka, edhe interneti ka, krejt informata ti ka. Ma shumë se në, si informata. Po, ai është robot. Ai është robot. Na nuk po flasim për robot. Na po flasim këtu, Allahu më na e dhon një zemër, me i kuptu sendet, ashtu si kur që i kanë kuptu muslimanët e parë. Prandaj, edukatën që ata kanë fitu, ka qenë ajo, el-i'tiqad, bindje. Pra, prej bindjes në islam është me i dasht dhuntit e Allahut, me i dasht njerëz të Allahut, me i dasht ata që sakrifikojnë për Allahun, me dasht i vllaun tanë. Nëse futemi në fusha tjera, na prej fesë Allahut s'ka kuptu. Çka përmenda? Ka devalu, ka ndru. Gjithë çka ka ndru. Me kalimin e kohës, shejtani i mallkum punon për të ndruar ajo. Dhe na nuk duhet me mbet ma që ka ndru, subhanallah. Pse? Se ditën e kiametit, në ahiret, atje Allahu shpërblen për këtë i'tikad besimin nëse jemi sikur pejgamberi alayhis salam. Prandaj, nëse dojmë me dytë, për shembull në kohën e sahabëve, kur filloi ndryshimi i fesë? A ka filluar atëherë? Ka filluar.
ka fundi. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu kur i përmend sahabët, më një herë i tregon vlerën e muslimanëve të parë, ata të Bedrit, të Uhudit, të Hendekut, ata Bej'atur Ridwan që ka dhënë 1700 veta besën pejgamberit alayhis salam. Pastaj kalon derisa çlirimi i Mekës dhe thot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, nuk janë të barabartë ata që u bën musliman para çlirimit të Mekës edhe mbrapa. Janë barabartë te sahabët. Para mendo ato nomadët edhe mbrapa që kanë ardhur njerëzit, kuptimi është zbej atje. Para mendon të tabiint, e të bajtamin, që kuptimi zbehet. Mund edhe para mendon kohën tonë. Por nuk është lehtë. Me kuptu fen si Abu Bakr as-Siddiq. Nuk është lehtë me kuptu fen si kur Umar ibn Khattabi. E lehtë është feja, por duhet me pas një zemër të shëndosh. Andaj e para që thot, sihhatul i'tiqad, ta kemi akidën e pastërt. Çka do të thonë pas akidën e pastërt? Na me besu në gjithë çka që kanë besu pejgamberi alayhis salam dhe sahabët. Dhe me i pas cilësit, apo me tentu me i pas ato cilësi. Me u bo njerëzit që besojnë asikur ata. Me pas atë shpirtin edhe zemrën edhe veprat e zemrës sikur që i kanë pas ata. Kjo bëhet përmes punës, përmes insistimit dhe përmes pastrimit të shpirtit. Prandaj, shembull, si ka mundësi me kuptu një fe të Allahut dikush i cili nuk sakrifikon për Allahun kur gjë. Allahu xhela ka thënë Kur'an, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Keni frikë Allahun, Allahu ashton dijen juve, u mëson. Për shembull, pejgamberi alayhis salam ne ka përmend neve djaloshin dhe mrejtin. Rastin ati. Ky djalosh, ditën që vdiq, a ishte me bindje, me kuptim, me udhëzim, si kur ditën e parë që rastisht e takoi atë hoxhën në shpejt? A ishte i njëjtë? Jo, nuk ishte i njëjtë. Fillimi i udhëzimit, edhe fundi i udhëzimit ati, ai gradualisht për çdo ditë ishte ndërtu. Derisa arriti atë në atë gradën më të lartë të udhëzimit. Në gradën e vetëdijsimit, kur ai ishte i vetëdijshëm, çka është duke bërë? Është i vetëdijshëm edhe për sakrificën. Kështu që, kur njeriu e mëson se prej Islamit dhe kuptimit të Islamit është me sakrifikua, atëherë kuptojmë se kjo feja e Allahut duhet ta zhurohet dhe të bëhet më e drejtë dhe më e drejtë. Prandaj udhëzimi i Allahut nuk rrej me një vend. Udhëzimi i Allahut është përpara. Shikoni vëllazër, nëse na thot dikush, po çfarë shpërblimi ka unë veç me akide, veç me këtë pjesë besimit që po e fol ti. Dietarët islam kanë thonë, një person i cili e ka kuptuar fen, sikur Abu Bakr as-Siddiq, 2 recate mi fal, ose sikur mi fal dikush 2 milion, shumë tal vit. Po nuk është e njëjtë. Dietarët islam kanë thonë, 2 persona në saf janë njëjtin namaz e falin. Ky personi që e ka udhëzimin e Allahut si duhet, ky hyn xhenet, ai tjetri ndoshta e mallkon namazin. I njëjtë bre, njëjtë falën namazin, pas njëjtit imam. Se këtu janë ato kuptime që duhet mi pasna. Edhe duhet me tentu mi pas. Pra po them, kur njëri agjeron, kur njëri është duke lexuar Kur'an, kur e mediton Kur'anin dhe e krahason vetveten dhe gabimet që i kam mrenda unë, do të shohim se cilat usule, çka duhet me pas për mi mri këtë njerëz. Apo spaku me shiu diçka për kësaj. Unë e përmenda si shembull dashurinë ndaj tjerëve. Ky vest në kohën e sotit njerëzit përmes teknologjisë dhe jetës moderne që na jetojnë, nuk ka dyshim se njerëzit janë duke u bë egoista, veç jetojnë vetëm. Dhe kjo është rrezik. Kjo është rrezik. Imani dhe akidia është në rrezik nga egoizmi, dashuria ndaj vetes. Shejtani i mallkum. A ishte te Allahu subhanahu wa ta'ala? A ishte te melekt, në mesin e melekëve? Ishte, në mesin e melekëve. A ka pas akide tamam, në teori? Kur Allahu subhanahu wa ta'ala ka pa iblisin, sa iblis nuk e ka akiden tamam, ka hec kaderi Allahut, është kriju Ademi alayhis salam, baba jon, vetëm që të shpaloset akidi ati e mrënë që me gabushme. E kuptun tash? Udhëzimin tamam, nëse nuk e kena, Allahu ka me na e që një kader,
një caktim të vetin, me na pasë kush jena. Pra, unë edhe ti nuk e dim, apo ndoshta e dim në vete, ndoshta edhe ndonjëherë njeriu vetë nuk e di se e ka akidën jo tamam. A e kuptojmë? Se po të kishen shumë lehtë, pra ka mundësi njeriu nuk e di që është i smut, është i smut. Allahu xhallahu ka përmend për munafikat që se kanë akidën tamam, këtë akide, ka thonë fi kulubihim marad. Munafikat kanë smundje në zemër. Komentator kanë thonë, e je shek, kanë dyshim. Kanë dyshim të Allahu, të fitoria, të ndihmesa Allahu, të xheneti, të xhehenemi, të vllau i vet. Kanë dyshim shumë sende. Jam të furë për këtë sende. Që ndoshta na fshehen ndonjëherë vetë neve. Ne lutit kur i bëjna, kur e lutna Allahun xhela xhelalu, na tut me lut, duke e futur se s'pari herë vetëm. Wallah. Nëse unë kam zemër ndonjë smundje, wallah. Nëse kam ndonjë dyshim zemrën time, wallah. Nëse unë se kam kuptuar fen si kur Rasulullah alayhis salam si Abu Bakri, si tjerë, o Zot, ndryshon mu, por më son, ma mundso me pa. Apo luti sikur që ka ardhur, arina al-haqqa haqqan. O Zot, ma mundso me pa hakun hak. Warzuqni ittiba'a, ma mundso me ndjek atë hak. Wa arini al-batila batilan. O Zot, ma mundso me pa të kotën të kotë. Ti largona asaj, subhanallah. Se nuk e di njëri. Nuk e di. Prandaj, muslimanët e parë, gjeneratës parë, ata i kishte ndërtu Allahu subhanahu wa ta'ala në shpirt, në imanin e vetë dhe kuptimet që i kanë pas, ajet pas ajeti. Qash mi e kusur ajeti. Në gjarjet shumë ta, se jo vetëm ajete, çdo ajete ka ngjarjen e vet. Por nuk është me rëndësi vetëm ajeti, apo është me rëndësi edhe ngjarja që ka ndodhur, për të cilën ka zbrit, janë kalit. I ka përmisu Allahu ata, i ka qortue, i ka drejtue, jo kënej, anë tjetër ktheuni. Mos u falni për shembull pas 17 muajve, mos u falni ka Jerusalemi, ktheuni ka Qabja. I ka ndru, i ka qortu, i ka mësu, janë rëzu, janë qunë kam, janë rëzu, janë qunë kam, janë mësu, janë përmisu. Gjëratat e sotit, neve, nuk po e përqeshi kërkan, po, është e njohur në kohën e sotit. Po kjo do të bëhet edhe më keq. Është shtu dashuria ndaj vetes. Të gjitha aplikacionet që bëhen, duke marrë edhe YouTube-ën, edhe gjithë shka që kemi sot, janë ndërtuar mbi dashuri vetvetes. Narrativa është e ndërtuar mbi dashuri për vetveten, shikoj vetveten, ngritë vetveten, vetja jote është gjithçka, ti je gjithçka. Kjo nuk është me Islamin. Nuk është ajo. Narrativa e Islamit nuk është. Narrativa e Islamit është me shikue edhe kujshin tan, shokun tan, vllaun tan. Dhe me u kujdes për njerëzit e tjerë. Narrativa e Islamit është me lën veten keq por jo besimtarët pa udhëzuar që të udhëzohen ata. Pa besimtarë, me lën veten keq që ata të udhëzohen. Kjo është narrativa e Kuranit. Dhe kur njëri e le veten keq, vijnë udhëzime prej Allahut që ai nuk i ka. A qartë? Vijnë udhëzime tjera Allahut ai. Prandaj, kur përmenda djaloshin, pse u sakrifikuaj? Ai u sakrifiku me rënë tjertë. Ai u sakrifiku me kuptu tjertë, ato tjertë se kuptojshin punën e udhëzimit Allahut. Po kur ai ndrojet dhe e kuptu njerëzit se mbreti nuk është Zot, dhe u desh me u lut për ta, tamam. Ama u desh dikush. Këto kuptime janë të fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo quhet akide. Kjo quhet akide, bindje. Prandaj është gabim me thonë se akidja është vetëm këto pika. 10 negacionet, ndarja Islamin, tagut çka është, vetëm kjo, teori. Wallahi sot çka mësojnë prej teorisë, sahabët si kanë mësuar ashtu. Nga të formë, sikur që mësohen sot në për libra të radhitura, të renditura, ja se kanë mësuar sahabët ashtu. A e kanë ditë, më misë. Nëse thot dikush, po si e pas kanë mësuar ata e kanë mësuar në mënyrë praktike. Ata e kanë mësuar në mënyrë praktike, jo shumë muhabet, po në praktike kanë kuptuar. Prandaj sahabiu e ka ditë se nëse dikush e ma për shembull një penjë, kanë marrë penjë ndonjëherë në xhahilet. Edhe sot bëjnë njerëzit penjë për me mbrojt ai penjë.
Kur e ka pa tjetri, një sahabi ka thonë, wallahi ma aflahta abada. Me vdek në këtë penjë që e ke lidh për me të mbrojt, s'kishe shpëtu kur. Kështu që akiden ata e kanë marrë direkt nga Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Prandaj këtu e përmend Imam Shafi'i, Malik, Abu Hanifa e tjerë. Për dietarë që kanë ardhur mbrapa. Që domethënë se ky soi, ky lloj akide, kjo akidia, besimin Allahun subhanahu wa taala, kështu ata kanë kuptuar. Pra këto imam që i përmenda për shembull. Ta kanë pas dallim mes vetin fiqh, kanë pas. A mundet dikush me mëxhet? Një transmetim se këto imam janë rrok mes vetit për mesele fiqhie. Copa më u bë, wallahi jo, e kundërta. Këta imam kanë trashëguar prej sahabëve se s'ban me rrok për mesele fiqhie. Për mesele të jurisprudencës islame jos. Prandaj këto patjetër e kena me e kuptu se e para që duhet me e kuptu se cili njeri është me mësu besimin prej anës Allahu dhe pejgamberit e selam. Dhe mbreta besimit atë me fut edhe punë të zemrës. Edhe punë të zemrës. Sepse kur të na ndodh që Allahu më na sprovue, nëse ti del karshi vllaut tan, karshi islamit, Zoti na luj për shembull ka njerëz i ndodh një keq. I ndodh një keq. Dhe kur i ndodh një keq, ja fillon me urrejt islamin. Çish ka mundësi njëri me urrejt islamin, me urrejt namazin, a ka ndodh? Ka ndodh. Për çka ndodh kjo? Se ky person akiden tamam se ka pas. Ama thot dikush, po vallahi kam mësu filan universitetin, din shumë, ka ligjërata, ka fol shumë mirë. Tamam? Pse ndodh kjo? Ndodh kjo se ato bot kuptimi janë fut në zemër. Ka ndruar. Allahu xhalla wa ala, me rastin e iblisit, me Kur'anin, me krejt ndryshimet që janë bë, këta na e tregon. Ai mos bëhemi pjesë e kësaj. Kjo është e para. Pa tjetër thot njeriu me u kthina besimin që kanë pas sahabët, të cilët e morën nga Allahu subhanahu wa taala, përmes asaj që kishte zbritur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot illa bi mujarrad al iman, duhet me besu në Allah, duhet me u bind, duhet me pranua, wa lam yaftaiku fi ma'rifatihi wa talaqqihi ila al-ma'rifati al-lazim wal malzum. Këtu ky hoxha Ibn Hazzamin thot ata nuk u shpërndan dhe nuk u përçan duke e mësu fen përmes rregullave të logjikës. Për shembull kjo ka qenë një orë në kohën që ka jetuar ky hoxha, pjesa e logjikës, me marr fen islame me logjik. Gjatë të cilën e kemi edhe në kohën e sotit. Udhëzohesh ti djali i ri dhe ti fillon me kuptu islamin sipas xahiletit në kokën tënde që ke pas. Të gjithë na vijmë prej dika. Dikush vjen prej sakakut, dikush vjen prej ndonjë grupi, dikush ndonjëherë tifaz ka qenë. Nuk ka lidhje. Me rëndësi, ajo çka e kena pas në xahilet, prej karakterit ton, 20-30 vjet që kena jetuar, ajo do të më vetë mbrapa. Tash Islami është ka rregulla tjera. Islami ka rregulla tjera. Nuk bani përzi shumica prej neve gabimet që i bëjmë, është se rregullat e xahiletit të mëhershme i transferojnë në Islam. Muhabetet e sakakut, bartin e muhabeteve, gibetet, zilit, i natët personale, sjelljen, krejt të i sjellin në Islam. Dhe ky person, a e ka pastru akiden tamam? Ja, se ka pastru tamam. O vëllezër, a do me thonë se krejt sahabët, radiallahu anhum, janë pastru për i xahiletit? Jo, me ka pasur ata. Me i madhi, për shembull, Abu Dharri, radiallahu anhu. Ka pas xahilet. Me po, Abu Dharri dhe sahabët që kanë pas ndonjë anomali, ndonjë handicap, ndonjë tmet, ai kur tmetën e vet se ka bë pjesë të fesë. Kjo dallimi. Sot na nuk guxon atë tmetën tonë me bë pjesë të fesë. Po duhet me thonë, unë jam filani e kanë filan tmetën. Kaq. Pro është shumë e rëndësishme me ditë. Se nuk është lehtë mi largu njëri tmetët. Këqia kanë njerëz të plot. Prandaj duhet me pas kujdes që pjesë të islamit, kuptimit ton, mos me i bë tmetat tona. Na ka tmetat shumë. E meta ime është filan pika. Ose s'ka të bëjë me islamin ajo aspekt. E meta ime. Prej në xahiliet në kamet. Në një trishtim, në një problem që e kom pasur në kamet. Ama pjesë të akidës nuk e kanë bërë këta. Kjo është shumë e rëndësi në
njohjen e fesë Allahu subhanahu wa taala, e cila quhet akide. Mirë po. Ajo që kam të fol këtu në këtë rast, duhet patjetër me një hap syt me e kuptu se kur thuhet akide nuk është akidja sipërfaqësore veç. Edhe njëherë, veprat e zemrës janë palca akides. Prandaj, Muhamedi alayhi salatu wasalam, këto që na i flasim me numra në 1, në 2, në 3, në 4, ajo ka shpjeguar në zemër. Prandaj, prej cilësive që ka pas Muhamedi alayhi salam, nuk e di a dini, ka pas hadith që Muhamedi alayhi salam specialisht në me çdo tri, me çdo sahabi. Sahabët kanë qenë njerëz që kanë bërë ibadet në xhami. Ndonjëherë kanë qenë më të mërzitur. Ka shikuar vijat e fytyrës. Dhe ka shkuar ndonjë djalosh ka thonë, është ndal. Selam aleikum. Aleikum selam. Kejfe tajidu imanak? Si e ke imanin? E ka pyet Muhamedi alayhis salam direkt. Veç ai me Muhamedi alayhis salam, jo para shokëve. Se para shokëve njëri ngushtohet apo. Kejfe asbaht? Si je zgju? Çka ka ndodhur me ty? Ka pas sahabi për shumë djallë i ri, ka thonë, imanin e kam qast fort, as të fort, ja Rasulullah, sikur Allahun me pa. Sikur Allahun me pa, as të fort e kam imanin. Ilzem, ka thonë qëndratër. Kjo është imanin. Gjitha tërbije, edukat të imanit që va ka thonë, pejgamberi alayhis salam, ka qenë ndërlidh me veprat zemrës. Nuk kam mjaftuar mi thonë, vllau tën me dasht. E ka përmend, ka thonë edhe kojshien. E ka përmend punën e çorbës, punën e supës, çdo pak ujë më shumë, që ajo kushis. Nuk ka lënë kështu. Wallahi kancer, më i madh. Në ummet sot e keqja me anë Allah është zilia. Andaj, hoxhallart, sot duhet më fol më herë pas shirkut në akide, më herë për zili. Pas asaj më herë mas asaj më fol. Këto janë që shkatrojnë krejt imanin e shkatrojnë pot kuptimin. Sepse nuk ka mundësi me ndet kuptimi prej akidja tamam me një zemër që ka zili. Ja, nuk shkoj. Atë sa ka mundësi iblisi me qenë musliman. A ka mundësi me qenë musliman? Iblisi. Iblisi është kafir. Kana min al-jinn. Fafasaka an amri rabbi. Ishte prej gjinëve. Dhe doli u përjashtua nga respekti Allahut. Unë mendoj që shumë pak folet për këta, dhe rrezikun e zilijës edhe prishjes së zemrës, kur nuk më dëgjuar, nuk folet në për ligjërata, duke e lidhur me pjesën e akidës. Po ajo përmendet si defekt, si haram, prej harameve, defekt, ustas. Jo, nuk ka veç defekt. Me pasin vetëm një defekt, prej defekteve, kishme qenë më normal, s'është normal. Pasha Allahun s'është normal. Edhe njëra thëmë, një fe në të cilën s'ka sakrificë, për shumë. Sot, për shumë, me të madhe, nuk du me përmend as emra, as kurgjo, nuk është qëllimi e emrat. Por, e shohim se proklamohet një fe pa sakrificë. Pa u lodh. Nuk ka. Nuk ka mundësi, vallahi nuk ka mundësi. Muslimanët e parë, dietarët kanë thonë, la tunalu al-ilmu bi rahati al-jasad. Nuk ka mundësi me arrit dije pa u lodh trupi. Nuk ka mundësi. Dhe kjo është prishje dhe shturje e njerëzve. Prishje dhe shturje e njerëzve. Andaj, duhet më kthina akidën e pastërt. Akidja e pastërt është kuptimet me të cilën ka ardhur pejgamberi alayhis salam. Këto kuptime nuk ka mundësi me u ndryshue, nëse e kemi zemrën të pastërt. Nëse vazhdojmë me i dash njerëzit, me u dash të mirën, me lënë vetën keq, kjo ka qenë mësimet me të cilën ka ardhur pejgamberi alayhis salam. Besnikëria, ato le trahtojnë, muslimanët nuk trahtojnë. Në krejt to janë vepra të zemrës. Vendi i shikimit Allahut te çdo insan, çdo person është kjo. Allahu a ndan udhëzimin njerëzve në bazë të veprave të zemrës. Allahu xhallahu ala kur i ka udhëzuar sahabët radhiyallahu anhum, i ka udhëzuar në bazë të asaj se çka kanë pasur në zemra edhe në xahiliet. Ala kjo, po edhe kjo. Në bazë të asaj çka ki pas në ignorancë, shembull nëse dikush prej neve kur ka thirr namazin e akşamit, ai ka qa. Nëse dikush prej neve ka respektu emrin Allah. Nëse dikush prej neve veç kur ka ndëgju Allah është driv, nuk ka ditë shumë. Apo në kohën tonë, neve, në kohën tonë, po flas për komunizëm. Shumë na e kena ditë se mos me majt Ramazanin qafiri. Na kështu e kena ditë. Çfarë kena mësu?
Çashtu na e ka mësu. Edhe na kena respektu ata deri pa fund. Se di a ju ka ndodhur juve me pështin tan ditën. Na kena pështi, kena menu se pështima e prish agjerimin. Nuk ka lidhje kjo. Kjo nuk ka e vërtet. Me po kjo është pjesë e udhëzimit informatave gabim, ama te Allahu kena pas sevap na. Po vallah. Edhe çfarë sevapi ka? Njeri i cili mendon se është duke adhuru Allahun subhanahu wa taala. Kjo është vepra e zemrës. To janë vepra e zemrës. Dhe Allahu e gradon njeriun dhe e ngrit në udhëzim përmes kësaj. Përmes kësaj. Dhe në të kundërtën ka mundësi dikush i din krejt mirë, krejt tamam i din rregullat e fesë. Mirë po në zemër nuk ka për kësaj. Në zemër nuk ka për kësaj. E urrejn vllajën e vet. E urrejn të mirat e Allahut. E lufton vërtetën. Bëhet karshi. Nuk ka vlerë. Pasha Allahun kjo nuk ka udhëzim apo. S'ka ardhur pejgamberi alayhis salam me këtë. Nuk e di a mujta me formulua, me afru idente ju, nuk e di. Po kjo është qëllimi. Pa tjetër me u kthy në atë bejanul usul, aslul awwal, sihhatul i'tiqad fi jami'i ma ja'a anillah. Ta kesh akidën e pastët në gjithë çka që ka ardhur nga Allahu. Jo pjesë. Pjesë, s'ka njeri në botë që nuk e pranon. Po gjithë që ka ardhur prej anës Allahu subhanahu wa ta'ala, prandaj e shohim se Allahu na ka kriju neve si njerëzi, rezultat i asaj se Iblisi i mallkuar, i krijuar më herët para neve njerëzve, ai ka pas në zemër pa pastërti. A ka qenë musliman ato? Musliman. Sot është musliman? Jo, s'është musliman. Atëherë ka qenë musliman. Në dispozita. Ka qenë munafik faktikisht. Ka qenë munafik. Allahu xhelle wa ala ka dashur më nxjerr jashtë. Prandaj me lekt se kanë ditë. Dhe ka dalë në shesh. Po flas për këtë pjesë që nuk guxoj me shkuta Allahu dhe na nuk kena me vdek, nuk na merr Allahu shpirtin pa na nxjerr pa atë që kemi këtu. Prej besimit ton apo gjendjes së veprave tona, të cilat kanë mundësi me kon keq. Andaj, në zemër do me pas al-idhan, një nështru Allahut, me dash Allahun, me dash këtë fe, me dash sakrificën, krejt këto ku të mbledhen, formojnë një kuptim shumë të madh që është bërthama e Islamit. Bërthama e Islamit. Në anën tjetër, nëse këto si kemi, do të bëhemi njerëz ndoshta sot kiti një shembull, një model i ri i njohësve të akidës në detaje, i një, e para, e dyta, e treta, e katërta, mirë po kur vjen momenti, ai e sheh se është i zbrasur. Pse është i zbrast? Se ai nuk ka a'mal kalbije, vepra të zemrës. Nuk ka. Namazin e fal, mundesh me thonë ndonjëri prej neve në i ndodh 100% mend jashtë i ka, jo 99. Jep selam, hin namaz, krejt, nuk i ka mendin namaz, as pak. E lexon Kur'anin, nuk e shijon as pak. Lexon imami Kur'an, nuk i tërçetat lëkura hiç. Nuk friksohet as pak. Problemi është. Kjo është problemi i madh. Dhe merret feja islame sikur kamuflazh apo vetëm për jashtë. Kjo s'ka të bëjë me udhëzimin me të cilin ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mendoj që e përcjella mesazhin çka du me thonë dhe atë që faktikisht e ka përmend hoxha, walhamdulillahi rabbil alamin.